Brother Radio. Ai tha dje në surprizën që ju realizua nga Big Brother teksa vinte korridoreve dhe studios të Top Albania Radios që kjo është radio më e jashtëzakonshme në botë. Edhe se si u ndjeva o Edea nga shtëpia në një radio që ne e dum kaq fort dhe kaq shumë herë ja kemi shprehur dashurinë, po tingëlloi shumë bukur dje nga Stenaldo dhe na emocionoi. Mirëmbrëma gjithëve. Mirëmbrëma. Mendoj që diçka që njerëzit që e pan mund ta shikonin vetëm nga ajo shndritje që kishte Top Albania Radio mbrëm. Ne nuk ja u përshkruajmë dot energjinë që përjetojmë dhe kalojmë këtu çdo ditë me njëri tjetrin, se të gjithë ndoshta ka njerëz flasin keq për punën e tyre ose ka njerëz që thonë un kam një punë jashtëzakonisht shumë të mirë. Kushdo që më thot kam një punë fantastike me shumë energji të mirë, s'ke jetuar këtu. Që ne nuk e quajmë as punë, është kënaqësi më vete se un them, po arrita ta quaj punë, e lash. Do të thënë kam hob, pasion, emocione gjitha. Po shumë bukur tingëlloi dje teksa dëgjonim edhe zërin e Stenaldos të rikthehej Top Albania Radio. Sigurisht na erdhi keq që ai u eliminua dhe la lojën e kishte menduar në finale. Edea, një tifoze e çmendur e Stenaldos, jo vetëm koleg, po dhe mik i dashur, ti ke prezantuar 2 vite emision me të. Kështu që e thën shkurt, sot me ne në Top Albania Radio do t'jetë Stenaldo! Që po i afrohet. Meriton vërtet një duar trokitje. Apasapi studios radios. Ti si u ndjeve kur u lexua emri i tij për të lënë shtëpinë e Bigut? Të them të drejtën, nga nominimi e prisja apo? Do isha hipokrite nëse do thoja që nuk ishte e parashikueshme për shkak të disa faktorëve që u përmendën edhe u diskutuan edhe mbrëm, siç është fakti që patjetër Mateo si dhe Stenaldo kanë fansat e tyre jashtë, ama dinamikat e lojës dhe mënyra se si ata zgjodhen ta luajnë lojën ishte paksa e ndryshme. Më vjen keq që hera herës ajo çka është e mirë, ajo që ka vlerë anashkalohet dhe futet në rrogoz si diçka që ti e gjen kudo kur e vërteta është se është e rrallë dhe është unike, ama Stenaldo na ka bërë të gjithëve në krenar, veten e tij duhet ta ketë bërë jashtëzakonisht shumë krenar dhe familjen e tij, kështu që mendoj që rëndësika si regjia, Alisi edhe mund ta fokusoj nga regjia kurdo që është bashkë me mamin, me fluturën që ne përshëndesim vajzat e radios, po e presin edhe vetëm pas publicitetit ne do të kthehemi me Stenaldon për qëndruar gati 45 minuta me të në Big Brother Radio. Para se të shkoj në publicitet, dua të falenderoj Max Optikën, rrjetin më të madh të dyqaneve të syzeve në Shqipëri, në Kosovë, Maqedoni, kudo ku jetojnë shqiptar. Ju mund të vizitoni një nga dyqanet e Max Optika që në qytetin ku ju jetoni ka një të vogël apo shumë të madhe. Sigurisht Durrësi dhe Tirana kanë një showroom fantastik të Max Optika, ose mund të blini edhe online në maxoptika.com. Kujtoj që vizitat okulistike janë falas dhe koleksioni Spring Summer 2026 është deri në -50% ulje. Shkojmë në publicitet dhe kthehemi pas pak me Stenin. Steni thua ti? Apo Steni? Apo Steni? Steni. Stenaldo. Big Brother Radio. Big Brother Radio në Top Albania Radio dhe në fakt zëri i Ledion Liços që është në Big Brother TV e ka gjetur një copë vende në Big Brother Radios. Big Brother Radio. Kush je ti më ideal? Kush je ti? Stenaldo më hidhi është në shoqërinë e mrekullueshme të dy nga gocave që radios japin identitet, Elonës dhe Edeas, dy goca që i du fort dhe që ka punu për gjatë, sidomos me Edean, po Elonën e du fort kështu pa punu fare. E di kur ne jemi takuar për herë të parë, u them haj, përshëndetje, si je? Ti duhet jesh Elona Duro. Thash ç'është ky gjeni? Që nga vetëm nga një fjali tha emër mbi emër dhe un nuk e di, un jam fansja jote më e madhe. Do një të pa thënë Steni, Steni është jashtëzakonisht shumë i përgatitur për gjithçka, ama na ndodh ndonjëherë që siç ndodh në çdo media që i ftuari nuk vjen, edhe panikosesha aty nga mbrapa edhe thoya një sekond, po çfarë do bëjmë tani, edhe flisim me Stenin. Po sigurt të flasim për këtë temën, po e ke parasysh të japësh dikujt një temë për cilën është i papërgatitur, është dhe Steni ti duheshin 2 sekonda, përveç se e trajtonte temën, mund ta nisë fjalin këtu, fliste 25 minutë dhe mbyllte duke adresuar fjalinë se ku e nisi.
gjë që Steni e ka aftësitë Po të ja tija. pra 2 sekonda përpara ne I tham lutem merre situatën kontroll, hape ti këtë emision dhe vazhdoi ti këtë bën emision. më lehti. Mas emergjencash. Më fal Stenaldo Milli, pse je ti sonte këtu? Une? Po se dola dje nga Big Brother. Çfarë ju them unë tash? Më nxorën, si ishte ky rrugtimi yti? Si ishte ky Big Brother 5 tek Stenaldo I cili shiko, janë gati 100 ditë, rrugtimi gjatë, I fortë, I vështirë, sfidues, I vrullshëm, ti më thuaj. Dgjoni, e paraqef shumë që të rikthehem te Albania Radio dhe pse dje ishte ai momenti I mrekullueshëm me Drita Zhakoxhët. Dhe me Plus në Rejmane etj, po kur flas në mikrofon këtu për radion është një ndjesi tjetër. E dini vajza që po them tani s'ka fundi. Një nga gjërat që un kam mësuar nga shkurja në Big Brother, edhe që përforcohet gjithnjë në jetën tona, po jo kaq forca mbas asaj eksperiencë, që gjithë jeta është e shkurtër shumë. Është asgjë fare. Unë kam menduar Bigun që para 2 vjetësh. Ikën ato 2 vjet. E mendova sa të duash përpara se të futesha këtu. Ikën ato muaj. U futa. Iku dhe ajo punë. Prandaj thon, don't overthink, mos u mendo gjatë. Jepi bëj gjërat ashtu si të vijnë. Gjërat ecin, po për t'i përgjigjur pyetjes, si ishte për mua Big Brother VIP 5. Unë them shumë I shpejt për të folur me ritmin e radios. Ama I vrullshëm, jashtëzakonisht shumë sa për të shkundur së brendshme. Unë kam patur një Big Brother të vështirë. Jam shumë kurioz vërtet të pyes konkurrentë që kanë qenë xhan në Big Brother më përpara. Në është ky një impresion I imi apo dhe ata vetë mendojnë që I Po ti takove Luizin sot nuk? Me Luizin e kam konsumuar. Jo, ai gjikon ndryshe 2 programet. Luizi gjikon ndryshe 2 programet. Luizin e kam dritë, më ndroi rrugën tim të Bigut dhe e du fort, është një nga fitoret më të mëdha të mia të atij programi. Por të futesh në një program ku thuajse çdo kush me përjashtime shumë të vogla që janë më pak se sa gishtat e njerëz dorë në numra, justifikohet mbas fjalës hapthonjza, kjo është loja, kuadri I lojës, mbyllthojza, të qasesh me një vërtetësi dhe me dinjitet dhe të luftosh për të bërë Big Brotherin tënd siç e koncepton ti dhe siç të përfaqëson ty dhe siç je ti këtu jashtë. Nuk është e lehtë. Unë kam dashur të bëj një Big Brother skemash, sepse është për te mundësive të mia njerëzore, besoj, unë nuk jam një njeri skemash të mëdha, dhe kam thënë edhe prej fillimit fare që nuk është ky lloj I Big Brotherit që dua të bëj unë. Po unë doja të bëja një Big Brother jetë, një Big Brother ku secili I lejonte secilit të takojë të njihej me njëri tjetrin, të përballej, të flitej, të diskutojë, të dashurojë, pse jo, të urrejë gjithashtu. Dhe në fund fare doja që kur të çohesh ditën tjetër nga krevati, të kisha një breng për debatin e dieshëm. Të them të drejtën, kjo thuajse s'ndodhi kurrë. Unë mendoj që Big Brotheri që isha unë anashkaloj ca faza të rëndësishme. A ja rrita ato që the pak më parë? Po them, për hir vërtetës thuajse s'ndodhi kurrë. Domethënë kjo ndjesia që të vjet një debat I cili naturalisht vjen nga mosmarrveshja me tjetrin. Hiç kemi patur momente me Malin për shembull, që janë diskutuar me mikun tim shumë të dashur që më ftoi publikun ta votojë çdo sekond për qëndruar në shtëpi, është shembull I gjallë. Por me shumë të tjerë debati ishte kryesisht për një provokimi të tepruar nga ana e shpeshherë Tyrja, që dukej sikur duhet bëjmë debat, se po s'bëm debat s'kemi ç'bëjmë tjetër. Me cilin më shumë në veçantë Stenal për të hyrë tani edhe neve nuk e di si ta quaj, se dikush e quan lojë, dikush experience, dikush reality show, dikush ka më përjetimet e veta. Show Big Brother është garë, domethënë është garë dhe është një garë televizive dhe çfarë është televizive është edhe show, kjo nuk diskutohet. Por un pata fatin e keq që në Big Brother të bëja njerëz që I quaj armiq brenda shtëpisë dhe thellësisht të pa dëshiruar jashtë shtëpisë. Përballet e mia me Rogertin për shembull kanë qenë gjithmonë në limitet e njerëzores, jo në limitet e garës. Edhe unë vet jam ndier gati I fyer nga fakti që nganjëherë I gjeja disi të anashkaluara, përballje që te kalonin normat njerëzore realisht. Një lloj kanë qenë dhe ato me Mirin, I cili e kishte të vështirë shumë t'ia përplasje të vërtetat në fytyrë dhe t'i tregoje vazhdimisht ato që kishte bërë ai në Big Brother, mënyrën se sa ai ishte qasur, ato që unë kam quajtur abuzim me rastin Selin, e cila patjetër luajti, e cila patjetër përfitoi, por patjetër është gjysma e moshës së Mirit dhe patjetër duhet ishte ai personi që kur u përball me një kuti Pandore
të bënte një hap të fort distant nga ajo vajza. Dhe në vend që të bënte këtë, ai qëndroi, u vërtit derisa u fut edhe në atë dhomën e ç'është ajo, akvariumin, si e quajmë atë dhomën ku fut njëri brenda. Dhe kur nuk mori asnjë përgjegjësi për qëndrimet e tij. Ndër vend të kësaj, zgjodhi të kape me mua me fjalë të kota që unë si kisha thënë, e përsërisë edhe këtu përpara publikut, tani përpara publikut që dëgjon në radio. I kam thënë burr i paaft për të kuptuar perspektivën e një babai tjetër. Ne ja paça thënë fjalën baba përpara është ngatres, lapsus. Po se e ka thënë ai disa herë që më ke quajtur kështu. Po në fakt Stenaldo sqaron që nuk është ai konotacion. Nuk kishte atë kuptim. Jo, nuk është rasti. Rasti është eksakt ky që themi. Megjithatë, kjo është një nga përballjet me Mirin. Miri është treguar fyes, shpesh është treguar edhe i dhunshëm. Për mendimin tim ka humbur diçka nga figura që duhet kishte ruajtur ai njeri jashtë, edhe në momentet e mia të fundit edhe ja kam thënë, distancohu nga Rogerci. Mundohu të mbash një qendrim tëndin. Qëndroj artit, qëndroj vlerave që disi duhet. A mendon se do të distancohen nga njëri tjetri? A mendon se do ketë një sherr debat me tyre? Do ketë vetëm nëse po t'i afrohen finales. Po patjetër, nëse programit të tyre, pra Big Brotherit të tyre nuk i divertis më. E shes si shoqëri të sinqert? Jo, nuk është shoqëri. Jo, më janë shoqëri e sinqert absolutisht. Po dashuri të sinqert pe aty? Un i kam gjykuar çiftet me pak. Patjetër. Un i kam gjykuar çiftet. Sikur s'po ashun e këtë. I kam gjykuar çiftet me goxha vëmendje. Kam qenë shumë suportues për rastin Selin Gimbo, sepse Gimbo më jepte përshtypjen e një djaloshi të vërtet që brenda Big Brotherit kishte hyrë jo për të bërë lloqe kavaje, por për të treguar veten e tij në dimensionin njerëzor. Unë gjeta të dhënë pas Selinit, po edhe Selin pavarësisht përballjeve që kemi patur edhe bashkë në Big, më duk sikur me Gimbon pati një marrëdhënie që mund të cilësohej e konsiderueshme, dhe unë vetë kam thënë që ata të dy mund të kenë diçka bashkë që shkon për te Big Brotherit. Brikena Mateo pastaj unë kam gjykuar gjithmonë me një tjetër këndvështrim. Më janë dukur të dy si përdorues të njëri tjetrit. Mateo e solli veten e tij në Big Brother duke u lartësuar me këtë histori, duke u viktimizuar nga nominimi që ju bë në rastin kur Brikena e nxorri pra në të, duke bërë atë rolin jo ai vet, po natyrisht jashtë del ky e do, po kjo se do, po që nga po sa të kanë përmendur sot Stenaldo, unë nuk e di, ke dëgjuar ti apo të kanë ardhur. Po ja Stenaldo se kështu se Stenaldo se po të kanë përmendur sot, unë kam bërë sot një regjim shtratit pa parë dhe kam parë vetëm Big Brother. Donin të nxirrin nga shtëpia. Edhe me thënë drejtën, qasja e tyre ndaj një lojtar i fortë duhet nxjerrë nga shtëpia. Qasja e tyre ndaj meju bë gati agresive. Keq më vjen megjithatë që dola nga shtëpia me një finale të parakoshme. Unë historinë e Mateos dhe Brikenës mund ta gjykoj si të pavërtet në sens romance, por në sens Big Brother është një histori që ka të peshën e saj. Sigurisht në të kuptim në sens Big Brother, pra si lojtar të Big Brother. Patjetër, sepse janë dy veta bashkë të cilët pëlqejnë për njëri tjetrin. Ja sot për shembull bëri përshtypje mua ideja Stenaldo, i thoshte Brikena, tani shiko tha se edhe për ato puthjet janë penduar. Dhe sigurisht si publik më lidh direkt me ato puthje i bëre për të shpëtuar këto nominime dhe ditët e vështira. Po patjetër që po. Unë me Brikena kam pasur një situatë ideas po të ltasesh. Jo, s'ka gjë zemër, vazhdo. Jo, do ta. Ti ka marrë mallin këtu jemi një pyetje pikante, meqense e quan eliminim të parakoshëm, nëse do kishe mundësinë të rihyje në shtëpi dhe të ishe kokë më kokë me një nga banorët, kë do zgjidhje? Shiko, nominimet zgjedhjet janë gjithmonë në bazë të fazës. Nëse do të ishte një finale, unë përveç Malit që do doja ta fitonte programin me gjithë zemër, edhe e thash edhe mbrëm, sikur vullneti im të bëhej, për mua të programi fiton Mali dhe ta fitoj Mali është plus për të gjithë, se fiton një djalë me shumë vlera. Kur llogaris situatat e Big Brotherit, siç konceptohet në publik dhe siç është projektuar formati show etj. Selin e vë aty si një vajzë që është detyruar të duroj, ka gabuar shumë, por edhe është presionuar shumë. Dhe ka ardhur me një diversitet, domethënë një marrëdhënie me Mirin që gjykohet patjetër, ajo me Gimbon që mua më duk e konsiderueshme në nivel njerëzor, pastaj ajo që pasoi me Selin që luan vetëm. Shiko, nuk e kam problem fare që po të heq Malin të mos e fitoj asnjëri, por njëri do e fitoj. Dhe unë
do kisha dashur të isha në një finale me një prej atyre që i kam konsideruar. Ne ishim të bindur që ti do të preke finalen e do shkoje. Jam vjen keq, për këtë momentin më vjen keq. Do vjen keq, ashtu edhe neve na vjen shumë keq. Më vjen keq po di pse. pse. Po si thua, ti garat kanë një fund, kanë një finish, ajo e jotja ishte shumë e bukur, ne të kemi pëlqyer shumë, edhe si Stenaldo, edhe si djalë dhe si lojtar, dhe si të gjitha, se ti edhe luaje. Tani, ajo është garë, dhe në një garë ti pa diskutime një kontekstin e Big Brotherit dhe të përballesh, po problemi është luaja si. Luaja duke shitur njërin dhe bler tjetrin, luaja duke shkelur mbi dikë. Jo, ato nuk i ka bërë. Jo. Prandaj të pëlqyem dhe të dua. E di, nuk mendoj që ti më akuzon për këtë, s'ka lidhje, po janë komplet retorike. Unë luaja duke i shkuar Elonës përballet duke i thënë, "O Elona, di si është puna?" Kështu. Ti je kjo. Dhe dikush vinte të thoshte je komentator. Po mimon Big Brother, ne kemi hyrë eksakt për të komentuar sjelljet e njëri tjetrit dhe bëmat e njëri tjetrit, se s'po i dalim komshis kati tret në pallate po i themi çfarë patë ti mi që na ke marrë letrat e divorcit do monda me burrin, na kupton? Ne po flasim në Big Brother, domethënë kjo është pjesa më e pafajshme që mund të bësh në Big Brother. Të komentosh, të diskutosh, të japësh opinion, të shprehësh kundër. Do bëjmë pak pushim se është ajo ora 20:30 që është publiciteti, e ditë kur jemi në apo kam dalun. Ke dal, nuk të vetëm një fjalë. Nuk as kujdes mikrofonin, jepi. Ta përkufizoj lojën e ti. Mendoj unë, meqense po komentojnë, ata kanë të drejtë, kemi dhe ne të drejtë ta komentojmë. Stenaldo dhe nëse ka luajtur, ka shkuar deri në atë limit që nuk e ka lejuar të ndryshojë esencën e tij. Ja, faleminderit. Besoj që kam bërë këtë. Publicitet, kemi çati shtoj. Big Brother Radio. Jepi. We're taking off on Big Brother VIP Radio. Kosmonaut, kjo është një këngë e Stenaldo sa vite më para. Goxha përpara është o 6, 7, 5. Aq, më, 6 vite, 7 vite. 2017, çfarë viti jemi tani, se harrum. 26. 2018 që ka, na tha. Si kemi me DJ-n unë se kur pa për më. Skerdi, është ideal i ri që i është afruar Safit kohët e fundit. Gjithmonë emri Skerit bëmë thonë. Para se të fillojmë bisedën, më lejoni që flas për Navala Switzerland, për rrudhat dhe njollat kafe që tani mirë nuk janë një problem, dhe kjo është një nga arsyet pse gratë zvicerane kanë bestseller zgjedhjen e tyre të parë Navala. Seti Navala Switzerland është një rutinë e plot me 3 produkte që zbut rrudhat, zbej njollat dhe që në javët e para të përdorimit si me magji. Kremi i ditës me SPF 50 hidraton dhe e mbron gjatë ditës lëkurën, serumi me retinol, ndërsa kremi i natës që ushqen lëkurën dhe eliminon rrudhat plotësisht. Rezultati, një lëkurë më e lëmuar, më e freskët dhe dukshëm më e re. Navala është formulë zvicerane që të gjithë po e përdorin për të patur lëkurë të pastër, pa rrudha dhe pa njolla. Është kjo treshja këtu që unë mbaj të ekspozuar edhe në tavolinën e Top Albania Radios. Pra kremi i ditës, kremi i natës dhe serumi me retinol. Thjesht fiksoni Navala Switzerland. Navala Switzerland, Me që jemi këtu tek nostalgjikët dhe tek rikthimet, ju lutem pak video në Stenaldos në The Voice of Albania. Kam gjetur një video të bukur sot të viteve, shumë viteve më parë, një dekade më parë, ndoshta edhe 11 vite më parë, kur ti shkon në blind audition edhe që bën të kthehen kokat e këngët që këndoja po Bektashi e shtypat buton. Dhe Stenaldo vjen në The Voice. Edhe Doni aty me fluturën backstage. Është e rrallë që dikush të ketë kaq shumë ngjyra, edhe dua ta pyes Stenin, a mendon se kishe mundësinë ti tregoje të gjitha ngjyrat e tua në Big Brother? E bukur. Do them jo, Edea. Do them jo për 2 arsye. E para është një çik më
më kështu më teknike. Tash po bëjmë kocë teknik lavatriçesh. Po serioz tani, ju lutem. Na tregon. Para është teknike di pse sepse kur mendon dhe vendos që të rrish në një farë strukture tënde dhe të mos bësh gjithçka, ti e ke të vështirë të bëhesh mik sot me armikun e dieshëm. Që do të thotë, në Big Brother secili banor të ndihmon të shprehësh diçka tënde. Për shembull, Stenaldo pa praninë e Luizit në shtëpi nuk do të ishte Stenaldo që pam nuk do ishte dukur pa Luizin në shtëpi. Stenaldon që kemi parë me Stinën, pa të se kishim parë dot në shtëpi. Stenaldon me Malin se kishim parë dot pa të. Stenaldon me Rogertin se kishim parë dot pa të. Por në një kontekst tjetër, fakti që unë armiqtë e mi bëra armiqë dhe i quajt armiq deri në fund dhe nuk pata hiç momentet e fundit që thash Stenaldo duhet me drejtë dhe ti çik plako se këta me padrejtësinë e vet, po bëjmë përpara. Dhe ti do me qenë drejt me të padrejtën, po drejtësi me të padrejtën s'ka. Po ikëm nga Bigu në atë kohë dhe nuk kërse i bëra këto lloj. Maksimumi do kisha patur relata më të zbutura me njerëz që nuk i honepsa dot në shtëpi dhe do bëja këtë personin që ti bjem njerëzve me rradhë. Një nga debatet e tua më të komentuara dhe që ka qenë që ditët e para ka qenë me Brikenën. E mban mend, e kujton dhe a mund ta rikthejmë? Po e kujtoj sepse edhe unë kam fletuar këtë debat. Vetëm për ta mbyllur këtë gjë. Se ka qenë shumë i komentuar dhe domethënë janë bërë emisione për atë. Unë kam ndier këtë gjë brenda shtëpisë dhe ka qenë moment i vështirë për mua. Po vetëm për të thënë që po nuk i bëre të gjithë miq, pra po nuk patë momente të mira me secilin, ca ngjyra ngelen pa u shfaqur. Plus se unë besoj që në Big Brotherin tim mungoi dikush që më lejonte të shpërfaqesha ai tëri. Domethënë më mungoi një gjë, diku mungoi një gjë tjetër. Por jam i lumtur edhe jam i lumtur shumë për marrëdhënien që kam patur me Malin brenda, një vllai vërtet që tani më nuk ç'bëhet kurr. Tani për të kthyer çështjes së Brikenës. Unë kam ndier si të vështirë situatën me Brikenën në shtëpi dhe ma ka marrë mendja që jashtë ishte u bë goxha e madhe. Toni i përdorur përballë saj mund të kishte qenë më i moderuar, por unë vetë në atë ditë jam ndier jashtëmasi i frustruar edhe jam ndier i frustruar eksaktësisht edhe me këtë nevojën që të tjerët kishin për të kapur një copës të Stenaldo ka nevojë të përndim, ta ndihmojmë ne dhe publiku thotë sa i mirë që e ka ky. Unë kam dashur që kësaj gjëje të rri komplet larg dhe i kam ndetur larg për dy arsye. Para njëse s'm shkon për shtat, unë kur kam nevojë për ndihmë nuk hezitoj kurrë të kërkoj. Dhe e dyta sepse nuk kisha ndërmend kurrë që të lejoja veten time të përdorej si një kartë për të treguar mirësinë e tjetrit. Pra ti mendon se u përdore si një kartë dhe u ofendove, u fyeve. Atë rasti me Brikenën është ky për ta përmbledhur me pak fjalë. Iliri aty bëhet baklava me sponsor që nuk e di këtu, nuk do ta përmendim ndoshta dot. Dhe Iliri se ç'bën një koment, kjo baklavaja qeka si sy qorra, ku diun ç'bën një koment nga këto. Dhe Brikena që ka dashur gjithmonë të ketë rolin e personit të drejtë që nuk është për gjykimin tim. E merri Lirin veç edhe i thot ti ke bërë Stenalos një fyrje shumë të rëndë, ke fyer shumë rënd, ke përdorur një fjalë që Stenalos. E mbaj mend shumë mirë. Dhe un kur dëgjoj nga Iliri që isha edhe në raporte të mira, domethënë kundërshtar ishim, po gëzonim respekt. Në fakt në atë moment gjithë shtëpia ishte në këtë situatë. Dhe kur Iliri më shpjegon, i thash Ilir, kjo s'ka sens, s'ka kuptim. Dhe ky është fikse rasti sepse e para njëri Iliri me ato fjalë nuk mund drejtua mua. Ne themi rrugë qorre. Kjo nuk kupton të fyesh një person të verbër. Të fyesh një person të verbër është të bësh atë që bëri Rogerti përballë meje. Është të bësh atë që bëri Miri dhe Rogerti bashk, njëri në një vesh tjetri në një vesh. Që kanë ndezur jetën edhe që është komentuar shumë të jemi të sinqertë. Dea mban mend Rogertin dhe Stenal. Jo vetëm nëse më lejon, e di që radio është e shpejtë, por do ta them këtë shkurt. Me Brikenën un kam patur një qasje prej të shtyr nga dinjiteti. Dhe dua t'i them të gjithë njerëzit atje jashtë që mund ta kenë kuptuar si një moment arrogance, të ruash dinjitetin tënd dhe të ruash identitetin tënd, të jesh i fortë, nuk është arrogancë. Është thjesht dinjitoze. Dhe nga ana tjetër, njerëzit në Shqipëri nuk janë mësuar ndoshta me një djalë si unë, i cili do ta jetoj jetën pavarësisht gjithçka në maksimumin e vet. Unë shikimin jam munduar, po besoj ja kam dalë ta kthej në një aftësi plus, jo në një aftësi të munguar. Dhe për mua, kjo arritje e jetës është krenaria më e madhe pas nënësime dhe nuk mund të mos e çmoj në asnjë rast. Prandaj, përballë Brikenës nuk kam qenë në asnjë moment as arrogant, as përballë shtëpisë. Tonet pa diskutim që kanë qenë të tepërta, po kur ti, sidomos kur prekesh tërthorazi në një lloj plage tënden, të dhëm më shumë.
dhe un kam dashur që mbas ca kohësh qëndrim në shtëpi, mbas isha munduar edhe një prime tjetër të thosh, shiko, un jam dakord me njerëzit që vinë dhe ikën me mua, është qef dhe dua ti jem me ta respektues etj. Dhe mbas gjithë kësaj gjëje ti vjen dhe merr një fakt, një bisedë që Iliri e ka bërë komplet me shaka, i është drejtuar baklavas që as sheh as dëgjon. Me një fjalë që nuk përshtatet dhe vjen të ma sjellësh mua si një argument për të sqaruar, të kuptuar. Kjo është. Përveç Brikenës që e lexojnë në rreshta se mendon se është fallco ose nuk është pikërisht ajo që hiqet, kush tjetër brenda asaj shtëpie momentalisht mendon që nuk është aq i vërtet? Shiko, nuk kam ndonjë respekt madh për banorët që sudash dorën, meqenëse ua kisha dhënë. Kështu që kjo është pyetje lehtë për të përgjigjur, domethënë. Po një nga banorëve që nuk i dhe dorën, u përfole jashtë edhe pam nga brenda që pati ca momente simpatie se dashuria është fjalë e madhe. Juela. Ja. Jo? E kemi kuptuar gabim? E keni kuptuar gabim. Mama. Juelës nuk kam sa nuk do të flas për të. Ja, shiko. Juelës. Ju bëni ne shohim edhe ne komentojmë. Se më është bërë ajo, shiko, ky është një nga problemet e mia më të mëdha me Mateon. Mateo ka shkuar në përputhen për të gjetur dashuri dhe famë, sepse përputhen të bën famos, nuk mund ta mohojmë. Dhe vite dhe më kujtonte mua 3 minuta që i kam thënë Juelës do kisha dashur me dasht, a thu ti, un kisha bënja 5 programe dashurie. Po tash pak duhet në Big Brother për pëlqimin e Trautit tani. Pse? Unë Juelën e kam çmuar shumë si vajzë kur e kam parë në shtëpi. Se nuk e takove kur ike. Jo, pas kisha asnjë lloj vendi. Nuk jam hipokrit. Okej. Absolutisht nuk kisha. A u dashurove ti në një moment aty se Naldo? Ja. Ama tani se këtë tani qeshe. Se si qeshe kështu, dikush të pëlqeu aty. Nuk jam deri dashuruar. Po dashuruar. Nuk jam deri as, domethënë pëlqim. Big name. Shiko, pëlqim për shembull një gocë aty mund ta pëlqeje me qef dhe ta vlerësoje shumë si vajzë. Ishte ajo Nikol? Ishte Nikol patjetër. Nikol ishte një gocë fantastike që pëlqehej. Që duhet kisha ardhur në fillim. Duhet kisha ardhur në fillim. Gjëna që nuk e në fillim. Çfarë do bëje ti me të ja erdhi që në fillim dhe të pëlqej Jo, roja, kështu gjëra, do të t'jap numrin e një vajze që është ndjer në këtë opozita me mua, të thotë ajo që bëj unë të dua. Sa e bukur. Ajo vajza ekziston nga jashtë apo është e shkuar? Po në mos ekziston tani, ka ekzistuar dikur, kështu që ja, në Big Brother jemi futur total single, të shkëputur nga çdo marrëdhënie për të jetuar aty brenda. Domethënë ideja s'mi kishte thënë ti mua këto. S'ke treguar për shokun tot fare tani. Shiko, në Big Brother për mua të paktën futja single apo jo nuk bën ndonjë farë diferencë. Unë nuk është se jam futur në Big Brother me idenë që ta shndërroj në një pra të bëj një nëpërmjet një marrëdhënie dashurie, që në fakt funksionon. Por aty ka patur një problem tjetër. Njerëzit kanë qenë shumë strikt, shumë çuditshëm me këtë gjën e pëlqimit. Nuk e ke parë si për dashuri dhe për pëlqime. A e ke parë ti si Big Brotherin për ta arritur diku? Patjetër që po. Patjetër që. Jo vetëm po them këtë me 3 fjalë. Të pëlqesh nuk është fillosh një marrëdhënie. Njerëzit pëlqejnë natyrshëm njëri tjetrin. Unë pranoj të gjykohem jo për ndjesitë. Pranoj të gjykohem kur ndjesitë e mia konkretizohen dhe ty nuk të pëlqen çfarë po bëj unë dhe ti ke të drejtë mendosh mbasi që unë jam i dyshimit. Por jo kur unë pa shprehur asgjë ndjej diçka së brendshme. Kjo s'ka për mua pikë kuptimi. Çfarë tha? Dhe se kam bërë me asnjërin. Se kam bërë me asnjërin po. Ideja çfarë tha? Thjesht zoja steni për Elonën. Jo, qartë, marrje. Po them gjykojemi për veprat e për ndjenjat. Bravo. Çfarë do ndajmë tjetër me Stenaldo? Kujton se më the tani një pyetje harrova. Jo, flas, e sheh edhe Bigun si për të shkuar kur në radio, në televizion, në një projekt tëndin, çfarë si trampolin për. Unë jam mirënjohës për Big Brotherin totalisht. Jam mirënjohës se kam qenë pjesë e një programi të kësaj madhësie dhe që kam punuar me njerëz të jashtëzakonshëm. Jam mirënjohës Petrinës. Shumë, e dua fort atë vajzë, çmoj shumë gjithë gatishmërinë e saj. Jam mirënjohës produksionit që më në fund gjeti kurajan të besoj që unë mund ta bëja këtë program, sepse në fakt ata vetë kanë patur me një farë kompleksi me të drejtë, edhe në fund fare bën këto. Jam shumë mirënjohës Ledionit që du pafund edhe që është një nga shtyllat e mia më të mëdha të karrierës televizive dhe që nuk e harroj kurrë sa tjetër. Dukshëm që nga vitet e The Voice-it. Patjetër. Megjithatë duhet them në shkallë modestie që është shumë kollaj të gjesh një Rogert. Dhe unë besoj, modestisht, nuk është aq kollaj të gjesh një Stenaldo. Dhe që unë dal nga ky program, nga duart e Rogertit, më lë një shije shumë tjetër.
Kam edhe një mos e pyetje mendo ashtu. të fundit që Mos e dua mendo ashtu. ta Po. Qëndrone. Steni gjithmonë jep ato mesazhet që duan. Dua që dërgosh një mesazh Stenaldos. Po, do ta se unë bëj jam tani. kurioze, kam komunikuar me të gjithë ditën edhe thoja do Po, ta ma pyes çosh në mesazhin darkë. Është i paparë Do ta për- pyes në darkë. A t'ja thash, çoj- po a si t'ja ka çoj parë gjithë ato pyetjen? mesazhe, po si mi kthen ato përgjigje, po si. Po ja çoj pyetjen çoja aty dhe pyetjen. na kthen përgjigjen. Ah, shumë. E s'na Ah, gjeti. Ashtu, çoja. Gjithë vën syzet për të lexuar unë vë kufje. Pse si me kufje lexon ti? Më falni? Si lexon me kufje? Ja, edhe ta shpjegoj. Tani telefoni mos sri tash i kot. Kemi humb atë. Ua, çfarë njeriu je, nuk e di. Edea po i bën pyetjen e fundit të programit, edhe Stenaldo do na lexoj pyetjen dhe do t'i kthej sigurisht përgjigje. Po jam kurioze këtë procesi. Tash si më kthen ky njeriu përgjigjet? Ka ndihmuar mami? Jo, tha vet. Jo, mi kocia. Po ku më gjete mu moj që i bëj dhe pyetjet e gjata. Po bëj një të shkurtër tani. Ja. Shi, Ma çova? Erdhe. erdhi. Okej, një sekond. Vem tani këtu. Atëherë ideja thot. Moment, ë? A duhet të ndryshoj qasja e njerëzve që shohin Big Brother dhe justifikojnë gjithçka me lojë? Ashtu është? Po. Këtë më shkoj. Exactement. Ua, po si e vëre, prit. Ja më thash tani unë po syzet lexoj. Kështu kufjet. E je pa par. Jo, çështja është kështu që ky telefoni Që ja u tregojmë edhe kështu për transparencë nëse duan. dhe ma ka shkruar ta keq Big Brother, si vjezor si vjet. Po. Po shkoja me shpejtësi ne. Ma ka shkruajt e keq Big Brother, shikon. Moj idea. Në celularin tim ka një Z i cili, domethënë, është një program që quhet jo në celularin tim, po në celularin e secilit për jush. Hiq ata që kanë akoma Nokia 3310 me gjarpër, Nuk ata ekziston. se kanë ata. Në çdo lloj telefoni smart. Ka një program që quhet Screen Reader i cili në kohë reale lexon gjithçka që shkruhet. Po. Dhe un jam mësuar që ta ndjek atë Screen Reader shkronjë mbas shkronjë dhe të lexoj sipër ti me Frikshëm, shumë ja. lehtësi. Po ju kujtoj, do të ndajte një moment kështu të shkurtër fare po të mundem. Kur isha në Jemi kështu në super limit, ë? Po flesh. Kur isha në gjimnaz, më mend që detyrën time të parë kisha në biologji. Dhe kisha shkuar me laptop në shkollë dhe çunat që se dinin fare se si ishte puna ime thoshin, "Hajde vllai, pas ka ardhur çuni presidentit me çan çotë bogën." Çfarë shkon kështu? Edhe tani unë vë kufjet edhe zysha ime dinte dhe lexoi detyrën time me rrjedhshmëri totale në këtë mënyrë. Me një screen reader kompjuterit dhe zysha emocionohet, sigurisht është e për të rasti rradhë. Nuk këto gjëra nuk i bëj vetëm unë. Ndoshta unë jam një ndër shembujt Unë vetëm si mesatar, ti. ka shumë më shumë se aq. Ti jemi sinqert. Dhe zysha ime fillon të qaj dhe i çun çohet nga fundi. Ai thot, "O zysha thot, o me çaki që qas s'ka boni gjose, ka lexu." Edhe ti mua tani jo mi çakes, çfarë bëra lexova. Pyetjen Steni, qasja e njerëzve duhet të ndryshojë? Sepse si Qasja e audiencë neve njerëzve preferojmë ata që bëjnë lojë, a duhet të ndryshojë ndoshta në Big Brother të ardhshëm të duan pak më shumë vlerën edhe njeriu pas lojës? Dgjoni, në Big Brother themi ka një çmim 100.000 euro prandaj luajm. Në tenderat e mëdhenj të politikës themi ka një çmim 10 milionë euro prandaj duhet vjedhim. Në botën e shëmtuar të vrasjeve themi kam një arsye për qenë xheloz me tim shoqe, prandaj duhet ndoshta ti marr jetën. Të justifikosh nuk i bën veprimet e lejuara. Të justifikosh thjesht ndihmon njerëz të poshtër të ngrihen mbi kurrizin tuaj. Prandaj kur gjykoni Big Brother, mos harroni që njerëzit që dalin nga atje, e paçën ndaç emrin Stenaldo, ndaç Robert, do jenë dikushi në shoqëri dhe mund të kenë një pozicion më të lartë se sa publiku i tyre. Mos lejoni njerëz që nuk vlen t'ju vënë këmbët mbi kokë, sepse ju intrigojnë me pasjellshmërinë e tyre dhe me mënyrën e shëmtuar se si jetojnë jetën. Gjykoni me kujdes dhe nëse doni të mbështesni dikë, mbështesni dikë që nesër mund të jetë mbështetje për ju. Je Këtë shumë kisha për të thënë. frymëzues dhe je fantastik. Ja. Të erdhën duar trokitjet pa i kërkuar fale. Faleminderit shumë. Fare. Faleminderit Faleminderit shumë që Skerdo. ti ishe me mua. Sonte po ti do rikthehesh prapë me ne. Ky ishte takimi i parë, shpejt e shpejt. patjetër, Do rim më patjetër që gjatë. po. Ore, do ta marrim poshtë, do ta bëjmë Do ta tap. marrim poshtë, ta bëjmë tap. Shiko, para se ta mbyllim është Lita Urdhë? Construction që ofron apartamente moderne 1+1, 2+1 të konceptuara me kujdes në çdo detaj dhe nëse ju jeni në kërkim të një apartamenti ideal me standarde të larta ndërtimi dhe kushte fleksibël pagese, Lita Construction kanë web, kanë Instagram, klikojeni dhe merrni çdo informacion për
cilësi të lartë në çdo element, për materiale premium, për izolim maksimal, për dritare cilësore, planimetri funksionale, mundësi fleksibël financimi, siç u thash, me financim me bank pa kolateral ose pagesë me këste direkte pranë kompanisë. E bëjnë procesin shumë të thjeshtë. Mjafton t'i kontaktoni se janë të sigurt të arritshëm edhe të keni shtëpinë në ëndrave në Lita Construction. Je yll bota. Edhe të presim në radio të jam kemi shumë si për ditë siç kemi qenë dikur. Duhet. Ju më pyet për ç'urë do të ishte Big Brother për mua. Do doja shumë që radioja të mbetej dashuria e përjetshme që nuk mund të ç'bëhet patjetër, por do doja shumë që Big Brother të ishte për mua një arsye që tani më të drejtohesha televizionit dhe të ndiqja ëndrat e mia duke bërë një program që është imi. Por edhe nëse është imi, edhe në mos qoftë imi, një program televiziv, sepse radioja është shkolla ime e parë, ngati e shkoj në Deutsche Welle, edhe tani besoj që ka ardhur koha për të përballur me televizionin jo më si një lojtar konkurrent Big Brotheri, por si prezantues. Ta uroj shumë, ta uroj me gjithë zemër. Të përqafoj dhe të du fort. Ju dua fort shumë edhe unë të dyjave, edhe jeni një duo fantastike që më kënaqni edhe që vlerësoj shumë. Big Brother Radio rikthehet jo nesër, se ka ndeshje, është Poloni Shqipëri, po pas nesër të premten do jemi me DJ Gimbon, që se Nardo e ka shumë xhan edhe. E çmoj Gimbon shumë. Okay. Faleminderit. Natë mirë.